Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Sot do bëjmë një mesazh nga letrat Oracle që i quajnë telepati dhe mesazhi juaj është soul. Shpirti. Shpirti yt po përgatitet të rindërtoj besimin gjatë këtij procesi, çfarëdo lloj qoftë ai, të dashur Luan. Ky letër tregon se jeni në një fazë shërimi të thellë shpirtëror. Ka pasur momente të kaluara që ju kanë lënduar besimin apo tek njerëzit, tek dashuria, por apo ndoshta edhe tek vetvetja. Por tani shpirti yt, të dashur Luan, apo shpirti juaj, është duke u përgatitur që të rilidhë fjalët e këputura të besimit dhe të fillojë të hapet sërish me butësi, me mençuri dhe me forcë të mbrëmshme. Absolutisht. Mesazhi i kësaj letre thot, nuk flet vetëm për marrëdhëniet me të tjerët, ajo flet dhe për marrëdhënie me veten tonë dhe me universin. Ndoshta nuk e besuar më që gjërat e bukura mund të ndodhin sërish, ose je ndjer i zhgënjur, të dashur, jeni ndjer, ta them në shumës, zhgënjur të dashur Luan, nga ndonjë përvojë dhimbshme, por tani diçka brenda teje është duke u zbutur dhe hapur, dhe kjo është shenjë e bukur e transformimit. Shpirti juaj është duke u përgatitur për një shërim.